vjen për qikate, ndik të shishet. Por ka është e rade, në ndën akoma se ka hapë. Historike gjësë. Edhe ata që i kanë duruar, por edhe vetë me mundin tonë, sepse është sakrifica madhe. Kam shkurmet. Lexon Agi Mametaj, 2014. Kemi veshjet e traditës, shekullore, të zonave të ndryshme, aq më tepër të trevave çemenitës. Mitat ne jemi rrit mitat. Nuk e di. I kam pa, po jo I kam përdor. Të rape, të bara. Këto që I ka bërë zonë çemenitës. Pra ndryshojnë lulet nga lulja. Këto këtu janë qarritës, këto. Si të është këtu pa këtu? Kjo është pa kostumi I Termenikës. Nuk e di, po nga Termenika ma gabruje. Ky kostumi vogël. Kjo është për kalamaj. Po? Në të kohë kur bëshin festa, jetën tjetër. Dhe njërë tjetër, ka I bojnë nana tona ata. Kur shkojnë këtë shkollë, njërën tjetër. Në shkolla për në për festa, për në për dasma. Jari, një këtë ka bërë në Amerika. Por kemi dhe regla muzikore. Dhe si fjalë bërë, të quni, Kanë, vetëm kanë rast, bëjë fjalë, po së në bëjetje ata ta pinë të shetë. E sure ka pinë. një gërajme. Se ka thujë dyshë, udu. po kemi për krenarin e Skënderbeu. Që kemi prodhime artizanale, prej metalit dhe drurit. Gjetën në qatë në shtui. Duke kërkuar, kjo është historia jo të kjo. Këtu për para, komplet bronz, një për në qatë kapo është shpjellë që quhet shpjella e kujgjilë. A njëri që ka bërë për para, në që ave gjithë kemi që katolikjo, nuk diskutoj tani puna e fesë. Po në kësaj rrasë jemi. Të hitim të kamerë. Kjo është gjetur në shkallë qerit. Ku? Në shkallë qerit në rrinët qarishën. Po? Çfarë objekte, çfarë Edhe lexon? unë nuk e di çfarë. Po kemi asete të çmuara që me të vërtetë je për të vlerësuar. Ti është shumë të madhe, unë e di. Nuk do të themi të që do dhe dy herë kaq. E di të do më të. Pra, e vejnirë. Edhe rrugën dhe bëja me lektoria. Dhe të veshëm në anë. Dhe shatu komplet asta, lekta, tuda. E të jepet. Ja unë po majka da majka. Sa nuk vjetë vetë. Nëna nuk në gjani. Po vetë Moro, që më manë të dhujë vesh, që më gjëvit të dhujë nashtë në të. Ata qira ta në të dhujë. E di që dhe boja. Gjëke, në jeri, kur kanë bërë dasë, që kanë ashtu të në marë, ieri ato pite shkërdinja, 15 vite që rinë, jëmë të... Është E të bërë. me telefon. Kjo në fakt më ungjim,
nuk është thjesht punë e rastësishme e juaja. Unë mendoj, por dhe shikoj që kjo është një vazhdimësi e traditës familjare. Duke nisur nga gjyshi, baba së gjyshi e me radhë. Por edhe mbiemri juaj është i madh. Prandaj dhe juve keni kthyer një pjesë të shtëpisë tuaj në muze. Pra një muze etnografik. E është ngritur të muze? Për të marrë vlau kulturën tonë, identitetin tonë. Të bluzën që majtë shumë sot. Unë kërloa me. Që jam shqiptar. Që dhe nesër fëmija ta di, nipja po mbesa, nga vjetë. Sa vitet është dashur që ke ngritur këtë muze? Për sa vjet e ke ke miliona objekte? Gati 20 vite. A e ti se shoh që ke shumë objekte? E di numrin e këtyre që ke? Ke në ide? Në memorje i kam të gjitha, që ti numroj që kam numër. Paktën tradita dhe kultura jonë duhet të ngele. Të thirrje, po jo nuk është si kanë mush xhepat, e që mush xhepat, paktën bëj diçka për njerëzit. Jo për mua që person, kur mos hum kultura jonë, tradita jonë mos hum asnjëherë. Asnjëherë bo. Shumë mendoj. Falenderoj gazetarin Gimdoshmi që më ftoi tek shtëpia juaj për të parë këtë që nuk e ka bërë shteti, që nuk e ka bërë bashkia dhe e bëni ju. Madje do t'i rekomandoja gazetar të marrë kryetarin e bashkisë. Madje do ftoja gjithë pushtetarët lokal të vinë, të shikojnë, të marrin shembull dhe të ndërtojnë mbi baza etnografike një muze që ka qenë, por është vjedhur sa ka thuar në qendër të qytetit. Mirë. I nderuar.